Çka është hyrje njerë në Gjermani? Edhe një herë, në diasporë. du me thonë një farë porosie, Me besu në edhe diçka pja të për qasojmë tillë. që A sa besoni ke ju? katën, pedina ja fort mirë kusho. Se ku morë vesh edhe unë kusho, Po? pi bëj selom, Kujna va? edhe për të thëmë drejt për zrejti. Ja largo më të qafe, e lena një rahat, Po? se jetë u bo shumë zi. E jetë u bo se hire që 20 vetë edhe hoxhalor për Arabije kanë kalzu. Ja pata si atë në unë, me të prejkë në thmi, këtu e din Gjermani, ka me të prejkë në tjemë, ka me të asi bobe në unë. E hia fatë, këtë bëtë prapë mi këthy që të punë që mi ke bunë. Se ka me të asije në unën, ka me të prejkë edhe nipat. Haj me det Ka me haj. të prejkë keqa, se na petina fort mirë. Po? Fort mirë ato e ditë. Mos këto që mund është më mbo diçka. Pedin kë? Se ka me të aboni kaos që ki mo që ditë edhe vetë. E na petina që me se hire këto punë bohën. E dikush s'beson, po mu së mi të rëson, a beson dikush a s'beson. Po në përfuli realitetin, se këtu bohën e ti jetu i bo. E jetu mi bo, po ka me të abo kësë që ki mo që dita. Trus, e kthej këtë bërmas, ja tu ka qina unë avesh këtë njën që t'ka nërë në sanak. Pa ja, si na unë s'ka me lonë. Haj me Beje se det po ta haj, ja. ku. Shumë jemi interesu me ditë për juve, a besoni në gjërat të tilla, qysh është e mundshme në Gjermani, në një vend mjaft demokrat, mjaft e civilizuar, me besu ende në gjërat të tilla, a besoni dhe pse?